Çmimet e larta të inputeve bujqësore, tregu jo i sigurt, por edhe mungesa punëtorëve janë disa nga shkaqet kryesore pse fermerët e fshatit Kosmaq kanë zvogëluar të mbjellat. Në këtë fshat të njohur për tokët bujqësore, vërejnë sera të dëmtuara, por dhe toka që nuk punohen. Fermerët e fshatit Kosmaq duket se kanë hequr dorë nga kultivimi i produkteve bujqësore. Largimi të rinjve, gjithashtu dhe mungesa e mbështetjes nga shteti janë ndër arsyet kryesore pse fermerët nuk po i punojnë tokat e tyre. Sot për sot situata nuk është rangun e duhur. Arsyeja, janë rrotë pa vaditje s'ka. Kanalet janë myll, pa pastru, kështu që zëzjarë bërnot për tokë. Fuqia punëtore janë largu, kanë shku në migrim. Bëhen perimet, i hedhen në për kanale. Nuk ka treg, nuk ka çmim. S'kene interes as me mjell misër, as me mjell grunë. Gruni 240 kilja. Nuk e molon shpenzimin. Kena humje. Unë kam punu i jetë në Bujësiri. Tu një këtë zoni do, është majtë jo Shkodra, pa eksporti e tënë, se jena marrë me këtë punë. Në Bajzë, atje kena shumë perime shumicën, që janë transportu në forma e koru, ka pas zhvillim, ka pas prodhim të jashtëzakonshëm. Ka nik njerëzit, s'ka kush punën. Shkojnë punën në lëqin, të s'ke kush punën. Na këna metë si janë të zëtë me punu, i kja është puna. Se i ti vedhës gjëna me i këthuj shpinën. Unë flasë për fëmijën e mi, a gjëna me i këthuj. Po të minë, kanë ikë me kohë, kanë kohë për me i këthuj shpinën, po sot nuk kanë nevojsh. Thamë për veti, ka të ide në deme. Se me desh me punu, punohet. E busia nuk është me i vetë ti mu ba milioner. Po me punu, jetohet mirë. Fshati Kosmaq është i njohur për prodhimin e perimeve, ndërsa numërohen rreth 84 hektar sera, duke bërë një ndër fshatrat më të rëndësishëm për prodhimin bujqësor në veri të vendit. Por vitet e fundit kjo zonë po kalon një situatë jo të mirë, duke ndikuar kështu edhe në ekonominë e banorëve.